Sot me një ceremoni dhe prezencë të një elite mjekësore dhe politike është bërë përurimi i zgjerimit mjekësor i Maj Poliklinik. Në Prizren, si e vetmja klinik në Ballkan që identifikon kancerin e parakohshëm dhe është në shërbim të shëndetit të qytetarëve. Këtë e ka potencuar njëri nga këta bashkëpronar që posedaut Ese Ishete dhe Dr. Tyrhan Alçelik, i cili duke falenderuar dhe bashkëpunëtor të tjerë që janë në këtë projekt, tha se kjo klinik është në shërbim të qytetarëve dhe pos në SBA e Zvicër, kjo është klinika e tretë në botë që bën identifikimin e parakohshëm të paraqitjes së sëmundjes së kancerit. Pra, Turqia në bashkëpunim me Kosovën me këtë klinik është për të shërbyer pacientëve e bashkë me këtë të bëhet edhe zhvillimi i imunitetit të sëmundjeve të kancerit dhe tha ai. Kosova için ne ifade ediyor? Duhet të cekli se që disa muaj është në funksion Maj Poliklinik dhe çka do të thonë klinika Maj Poliklinik. Na këtë qendër që e hapëm kemi realizuar me 3 vëllezërit tonë. Qendër është qendër diagnostike që është hapur. Që kjo është një qendër që është shumë e vlefshme, si në tëzimin është vlerësimi i kancerit ose diagnoza e kancerit. Do të shihni që jemi një ekip që dua të cekë edhe cilat janë aty, kush janë aty në atë ekip, po dua të cekë që janë në një nivel më të lartë botror. Ne kemi një teknologji shumë të avancuar që është një teknologji që mund të parashihet një diagnozë 6 ose 1 vit më përpara para se të dihet analiza. Këto veprimet janë duke bërë vetëm në 2 shtete. Një është në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e dyta është në Zvicër, i teknologjisë digital PSR. Jetë këtu do të jetë diagnoza e vaksinimit, diagnoza e kancerit 6 ose 8 muaj ose deri në një vit më përpara. Na në Turqi kemi përfunduar disa diagnozat e kancerit për këto vakcinimet dhe jemi duke vazhduar duke bërë këto vakcinime. Na do të kemi mundësi duke marrë gjakun e pacientit dhe duke punuar me gjakun e tij dhe duke avancuar gjakun e tij për shëndetjen e kancerit. Kurse ambasadori i Turqisë në Prishtinë, Sabri Tunç Angli, me këtë rast posurimeve për zgjerim të kësaj klinike, tha se kjo tregon se Turqia Kosova jo vetëm që është si shtet mike, por përtej kësaj kemi lidhje të forta edhe si kombe. Pastaj kjo lidhje është kaq shumë e fuqishme dhe kaq shumë e dinjitetshme deri në vëllazëri, ka theksuar ambasadori Angli. Bu bağlar aslında çok daha derin. Burada 2 seneyi geçen görev sürem boyunca buna pek çok vesileyle tanıklık ettim. Bu bağların temelini aslında toplumlar arasındaki kuvvetli ilişkiler ve bağlar oluşturuyor. Për të vlerësuar edhe për të dhënë një kontribut më veçantë në këto fusha. Unë si diplomat kam qenë në detyrë në shtetet të ndryshme, qoftë Kina. Detyra jonë parsorë është që të përfaqësojmë shtetin dhe qeverinë me të cilën punojmë, por për te këtyre ne duhet të punojmë edhe në ato aspekte që do t'ju ceki tani. Lidhja tona të miqësisë edhe për te miqësi shkon deri te vëllazërisë. Primet të tilla na ndihmon edhe neve duke bërë punët tona që na pritet prej neve. Jo të thellojmë marrëdhëniet mes 2 shteteve, por për të përforcojmë edhe të thellëzojmë më tej lidhjet mes 2 popujve. Kjo është hapja e sotme të klinikës Maj Poliklinik, që këtu jemi bashkërisht, e dëshmon ato fjalë që ju thash pak më herë. Zëvendës kryeministria në detyrë Emilia Rexhepi me këtë rast ka falendëruar të pranishmit, si dhe Daud Ese dhe Dr. Alçelik, e të tjerë që tashmë kanë marrë pjesë dhe mbi të gjitha kujdesën për shëndetin e kësaj popullate. Treći je što zapošljavate naše lokalno stanovništvo, naše doktore, medicinske sestre ovdje u Prizrenu. Vlada Republike Kosova podržava sve zdravstvene projekte koje pružaju dobru uslugu našim građanima. Vi znate da su vam vrata mog kabineta bila otvorena od početka, tako će biti uvek, ali hvala svim doktorima, hvala ambasadoru koji se godinama zalaže za još jačanje odnosa između Republike Turske i Kosova, Fikrimu također kao našem ministru, svima nama koji uspostavljamo direktne komunikacije sa profesionalnim ljudima iz vaše države koji žele usavršiti naš kadar ovde i pružati zdravstvene usluge ovde.
Derisa po kështu të pranishmit i ka falenderuar dhe ka uruar këtë zgjerim të kësaj klinike, Ministri në detyrë të AMKA. Ya bu güzel bir şey. Sağlıkta yapılan bu yatırım için ben Davut Bey'e de teşekkür ediyorum. Kendisi gerçekten Kosova'daki sağlık sektörünün kalkınmasına büyük bir katkı sağlıyor. Kendi alanı değil ama olsun dedi. Ben de bu sağlık alanında bir şey ne yapabiliriz Kosova'ya hiç gücenmeden, çekinmeden bu alana da girdi. Ben kendisine teşekkür ediyorum. Bu yatırımlar devam edecektir. Mert Kan abim genç kaldığı sürece bu yatırımlar devam edecektir. Ben kendisine teşekkür ediyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Hayırlı olsun. Në këtë event të rëndësishëm e të veçantë ishte dhe kryekonsulli i Turqisë në Prizren, Xhelal Dojan, dhe deputeti Albert Kinolli, mjek të shumt nga shoqata zyrtare e SNAF me kryetarin e kësaj shoqate si dhe përfaqësues të shumt të lëmive institucionale që veprojnë në Prizren e Kosovë.